FM. Sot është data 5 janar. Për ata që nuk e kanë ndjekur ndonjëherë këtë emision, unë jam Anila Sulstarova. Sot do të flasim për anatominë e konfliktit. Shumë prej nesh e shohin konfliktin si një problem, si diçka që duhet shmangur, duhet mbyllur sa më shpejt. Në fakt, konflikti nuk është problem. Është një mënyrë që njerëzit zgjedhin për të përçuar mesazhe më saktë, për të thënë se sa janë duke vuajtur. Natyrisht nuk është një gjuhë e bukur, nuk është shumë e mençur, por është e ndershme. Dhe është një gjuhë që është mësuar shumë herët. Është një formë që njeriu ka gjetur që kur ka frikë se po humbet dikë të rëndësishëm, bën përpjekjen jo të pjekur, por të vetmen që di, për të mos ta lejuar tjetrin të ikë. Ti e di që konflikti nuk lind nga asgjëja. Ai lind mes njerëzve që po përpiqen mos ta humbasin njëri tjetrin, ose të paktën të mos humbasin veten. Ndonjëherë konflikti vjen sepse dikush ka frikë se mbetet vetëm, ndonjëherë se mbetet i pa dëgjuar, ndonjëherë se mbetet i pa kuptuar. Ndonjëherë vjen sepse qetësia ose normaliteti nuk din si ta kontrollojnë, nuk din si ta administrojnë. Sepse ndonjëherë për ca njerëz qetësia është më e frikshme se sa zhurma. Pra në emisionin e sotëm do të flasim për konfliktin si proces, si aktivizohet, cilat janë nevojat që prek, pse disa marrëdhënie kanë gjuhë të vetme komunikimi, pse disa njerëz e kanë mënyrën e kryesore për të qëndruar në marrëdhënie të rëndësishme. Do të flasim për ato nevojat të rëndësishme emocionale që nuk plotësohen dhe shtypin butonin e konfliktit. Konflikti nuk është bosh. Nuk ka njeri që bë konfliktin se nuk ka çfarë të bëjë jetë. Zgjohet në mëngjes dhe thot, e di çfarë, po bëj një sherr sot. Po, ka njerëz që zgjohen në mëngjes të acaruar, të nervozuar, sepse gjithë natën kanë përpunuar ose janë zënë me dikë në mendje. Po ky njeriu që janë zënë në mendje ose kanë debatuar është njeri i rëndësishëm. Ose nëse nuk është i rëndësishëm, është një njeri që ka prekur ca plagë që janë shumë më të thella tek ky njeri, që është zënë gjithë natën dhe çohet në mëngjes i nervozuar, mezi pret të takoj dikë për t'i thënë pse ose si. Ka njerëz që ne i quajmë sherrxhinj, njerëz që vdesin për konflikt. Në fakt, ta njerëz nuk janë që e kanë qef konfliktin kaq shumë, por vërtet është e vetmja gjuhë që din për të komunikuar disa gjëra që po mund komunikohen ndryshe, por kjo është e vetmja gjuhë që din. Sikundër do të flasim edhe për disa njerëz që nuk din të konfliktohen, nuk din të bërtasin, nuk din të mbrojnë veten. Këta nuk janë më të mençur, pavarësisht se mund të shihen si më të mençur, por nuk janë. Janë të tredhur. Emocionalisht janë të tredhur. Sepse kur kanë qenë fëmijë nuk u është lejuar të ngrihen zëri kur kanë kërkuar diçka. Kështu që këta njerëz vendosin që të jenë të heshtur, sepse vetëm të gjuhë din. Por heshtja e këtyre njerëzve ndonjëherë është shumë e hidhur. E hidhur dhe shumë braktisëse. Unë nuk dua të them se cili është versioni më i mirë. Atë do e gjesh ti, teksa ndjek të emision në rrugët e trazuara të Shqipërisë dhe të Kosovës.
Vetëm duke e kuptuar origjinën e një konflikti, mund të përpiqemi ta shohim edhe njeriu që vërtet edhe njeriu që hesht, jo si armiq, jo si njerëz të pagëdhëndur, jo si njerëz të akullt, por si të vetmet strategji që disa njerëz kanë për të mbijetuar në një marrëdhënie. Konflikti nuk është thjesht një debat, një sherrë, një zënk. Konflikti lind në ato momente kur ti ndjen që diçka të ka prekur thellë. Në ato momente ti nuk e kupton çfarë tamam, por trupi yt ndizet, reagon. Nxehet. Nuk arrin më të dëgjosh tërësisht. Më shumë dëgjon mendjen tënde që përpiqet të t'jap argumenta se si mund të mbrosh veten. Dhe ti e di që kur nuk arrim të dëgjojmë, ndërpresim kur jemi duke folur, zemërimi tek të dyja palët shtohet. Sa më shumë shtohet zemërimi, aq më shumë shtohet dhe fyerja. Bashkë me fyerjen, ngacmohen plagë të tjera që vijnë nga e shkuara jote, sepse ne në çdo moment kemi historinë me vete. Dhe historia jonë është nuk fshihet, nuk harrohet, nuk vjen kaq e qartë me gërma kapitale, por është aty e heshtur duke ngacmuar të gjitha plagët. E ke vënë re që ndonjëherë një fjalë e vogël të prek shumë më shumë se sa një veprim i madh? Një heshtje të rëndon më shumë se sa një lumë fjalësh? Të gjithë ne kemi momente ose nevoja emocionale të cilat nuk janë pjekur, nuk janë formuar, nuk janë shëruar. Dhe kur këto nevoja preken nga dikush tjetër, pa dashje kryesisht, mënyra jonë se si reagojmë është duke u bërë agresiv. Në një marrëdhënie konflikti vjen kur nevojat kryesore, siç është nevoja bazë për të qenë i sigurt në një marrëdhënie. Dhe me këtë dua të them kur tjetri të sheh dhe të pranon për atë që je. Sepse duhet të themi që edhe kulturalisht kemi një tendencë për ta ndryshuar tjetrin. Nuk e pëlqejmë tjetrin për versionin që është, por përpiqemi që ta modifikojmë në versionin që ne mendojmë se ai duhet të jetë. Sigurisht që ti ke të drejtë kesh mendimin tënd për diçka. Dhe mundet që versioni se si ti e mendon partnerin ose partneren tënde mund të jetë vërtet shumë i mirë. Por këtu ka një problem të vogël, që ky version nuk përkon me atë që mund të jetë partneri ose partnerja jote. Sepse po të mund të ishte, do ishte pa e kërkuar ti. Ne jemi në këto formate që jemi sepse ka qenë maksimumi që mund kemi bërë deri në këto momente. Dhe një nga nevojat tona bazë është të jemi të pranuar. Dhe kur ti nuk më pranon, po përpiqesh të më korrigjosh, të më ndryshosh, të më kritikosh gjatë gjithë kohës, është shumë e vështirë që unë të jem e qetë dhe të dëgjoj. Sepse ky versioni që dikush tjetër e di më mirë se si duhet të jem unë, është shumë i hershëm. Daton me edukatorën e kopshtit, me mësuesen e klasës parë, me prindrit, me motrat e vëllezërit më të mëdhenj, me gjyshet. Të gjitha ata kanë ditur se si unë duhet të jem më mirë në jetë. Askush nuk ka ndalur të kuptoj se si unë mund të jem më mirë në jetë. Ti e di që duhet nuk kanë fund për asnjërin nga ne. Çfarë mundemi? Ndoshta kjo është ajo që mund të të ndihmoj ty, mua dhe gjithëkënd, që kur sulmojmë tjetrin, kritikojmë tjetrin, ta kemi në konsiderat mundësitë e tjetrit. Unë e di se si duhet të jesh ti, por që rëndësi ka kjo? Ti je ai që mund të jesh.
Elementi tjetër është vëmendja. Ne mendojmë që i japim vëmendje njerëzve. Që pak e vështirë që t'japësh vëmendje teksa ke telefonin në dorë celular, ndërsa je duke parë Instagramin apo Facebookun apo Snapchatin. Vëmendja ka nevojë të ketë syrin, veshin, mendjen, shpirtin për ta kuptuar tjetrin. Vëmendjen e japim të pjesshme. Dëgjojmë pjesë të fjalive. E marrim me mend se çfarë tjetri dëshiron të thotë ose se si dëshiron të thotë. E mban mend kur ke qenë fëmijë, kur ktheheshe nga shkolla. Cila ka qenë pyetja e parë që të bëhej kur dikush të hapte derën një nga të rriturit? Për brezin tim ka qenë çfarë notë more. Dhe nëse nota nuk përkonte me pritshmërinë e të rriturit, vijonte pyetja, dhe pse? Tani kohët e fundit ka filluar të ndryshoj pak situata dhe prindrit i pyesin fëmijët si je kur hapin derën, para se të pyesin çfarë more. Por ky momenti që duket naiv, s'ka asgjë të keqe, të pyeti çfarë more. Nuk ka vëmendje për fëmijën si njeri. Nuk ka vëmendje as për pamundësinë e fëmijës për të marrë notën 10 që prindi ka pretenduar. Ka vëmendje vetëm ndaj një detaj, notës. Dhe kjo është një plagë që fëmia përballet për ditë që askush nuk e pyet si je, për ditë që askush nuk thot si mund të ndihmoj unë që të marrësh nota të tjera, ose e di çfarë është okay të marrësh të notë që merr. Është okay të marrësh 7. Nuk ka asnjë problem. Në këtë moment fëmia mund të fillojë ndryshimin e vërtet. Të kërkojë në mënyrë organike të ndryshojë notat. Jo për shkak të notës, po për shkak të vëmendjes. Sepse dikush e pa e gjykuar, pa pasur pritshmëri se si ai duhet të sillet dhe çfarë note duhet të marrë. Kështu që kur ne takojmë njëri tjetrin në moshën që jemi, të gjitha këto plagë aktivizohen sapo dikush nuk bën pyetje, nuk ka vëmendjen për njeriu që ka përballë, por për sjellje të caktuara, për reagime të caktuara, për pritshmëri të caktuara. Dhe kjo është përçmuese. Dhe ti e di që asnjëri nga ne nuk e ka qef për çmimin. Edhe kur vjen nga njerëz që mund mos t'i vlerësoj, mund mos i kemi hiç qef, për çmimi është i hidhur. Imagjino kur vjen nga njerëz të rëndësishëm. Këto nevoja sa më gjatë kanë qenë ashtu çal të plotësuara. Aq më shpejt aktivizohen në moshën e rritur, në debatin e parë, në një fjalë të thënë, në një mënyrë të parë, sepse janë këto nevoja të paplotësuara që e bëjnë konfliktin të jetë kaq i pranishëm. Le të themi për disa njerëz konflikti dhe për disa të tjerë heshtja. Ke parasysh se sa nxehesh ti ndonjëherë kur pret? Ka njerëz që acarohen shumë nga pritja. Edhe kur kalon 5 minuta, 10 minuta, zemërohen shumë dhe gati prishin darkën. Duket si e pasjellshme, duket si një njeri që s'ka shumë durim. E vërteta është që çdo minutë që kalon për këtë njeri që pret, interpretohet si braktisje. Interpretohet si një njeri i parëndësishëm, që koha e këtij njeriu është e parëndësishme, që energjia e këtij njeriu është e parëndësishme. Dhe ky njeri as nuk e kupton se nga cila zonë e trurit, e trupit, i vjen acarimi. Sigurisht që këtë e pëson personi që vjen me vonesë, por e vërteta është që rrënjët nuk i ka tek personi që vjen me vonesë. Rrënjët i ka shumë
shumë të thella, ose në një moment kur takoheni në familje dhe një nga anëtarët ka një ton të ftohtë, është pak distant në mënyrën se si komunikon. Gati ka një heshtje që perceptohet si rrezik. Njerëzit nxehen, nuk përpiqen të kuptojnë na ka ndodhur diçka që dukesh i ftohtë, por sulmojnë. Sulmojnë duke thënë ç'a ke që i ftohtë, ç'a të mungon ty që i ftohtë. Je gjithë ditën jashtë dhe tani që vjen në shtëpi rrit me turinj. Vërteta është që këta njerëz që sulmojnë e perceptojnë të ftohje si një rrezik. Të gjitha këto janë në nivele të pavetdijshme. Askush nga ne nuk e ka kaq të qarta, po përpiqem vetëm të të ndihmoj të kuptosh se si aktivizohet konflikti. Konflikti është një formë që ne zgjedhim për të mbajtur afër tjetrin. Edhe nëse kjo vjen përmes tensionit apo përmes debatit zërit të ngritur, konflikti nuk është dëshirë për sherr, është një kërkesë për të ruajtur marrëdhënien. Patyshim një formë, një thirrje e mësuar gabim, e mësuar në kushtet kur dashuria ka qenë e paqëndrueshme, kur vëmendja vinte me kusht, kur siguria personale perceptohej në varësi të humorit të prindit. Dhe këto nevoja kur ngelen kështu të paplotësuara janë të shtrembëruara. Kur zgjohen si kërkesa, janë të paqarta. Ndaj dhe ndodhin konfliktet. Dikush mbyllet për të mbrojtur, dikush bërtet më shumë për të mos u braktisur. Dhe ja ku kemi një sherr. Një sherr në cilin thuajmë fjalë që të rëndojnë, fjalë që të lëndojnë. Dhe këto fjalë mbi vendosen këtyre plagëve të marrë ndër vite. Ndaj dhe disa nga ne kanë të vështirë të falin fjalë që kanë dëgjuar dikur në jetën e tyre. Ndoshta në momentin që përplasemi, zihemi, debatojmë, është momenti për të pyetur veten ose edhe tjetrin, ç'a frikë ke? Ç'a nevoje ke? Si të kam lënduar? Dhe ndoshta kjo qasje njerëzore na ndihmon të gjithëve të qetësohemi pak. Përpara se të kaloj në një histori, do doja të dëgjoja Damien Rice. Kjo këngë më bëri të ngret disa pyetje, sa dashuri kanë humbur për shkak të konflikteve. Sa njerëz janë dashur dhe kanë humbur veten, kanë humbur njëri tjetrin. Pikërisht sepse disa plag ngrinin kokë. Dhe helmonin njeriun, helmonin marrëdhënien. Kështu është dhe kjo histori që unë do të tregoj tani. Është ajo dhe ai që vinë nga një qytet i vogël. Ajo vjen nga një familje intelektuale, por emocionalisht e akullt, nën e ftohtë, një vlla kontrollues dhe një baba i tërhequr. Ndërsa ai vjen nga një familje më modeste financiarisht, por me një nënë të kujdesshme dhe të ngrohtë, por me pasiguri të theksuara sociale dhe ekonomike. Ata ishin në shkollë të mesme bashk. Atëherë, në shkollë të mesme ishte shumë i pëlqyer, shumë me sens humori. E kishin qef edhe djemtë dhe vajzat në kuptimin e djemtë kishin qef si shok, ndërsa vajzat e shihnin potencialisht një burr të ardhshëm. Ndërsa ajo ishte më e ftohtë, më e tërhequr, për shkak se kishte një vëlla kontrollues, nuk e qasnin për ta pasur afër si shoqe. Ata krijojnë një marrëdhënie të fshehtë. Ai nga frika se mos statusi i tij social prishej nëse e ekspozonte këtë marrëdhënie,
e mbante të fshehur. Dhe ajo rrinte në këtë marrëdhënie sepse pavarësisht se ndihej pa dukshme, pa vlerë, e denj vetëm për krevat dhe jo për jetë sociale. Ajo e donte dhe këto kushte pranoje, sepse në fund ditës ajo ashtu ishte mësuar që dashuria ka kushte dhe duhet vuash. Në universitet rolet përmbysen. Largohen nga qyteti, ajo shpërthen. Shfaqet me sigurt, ka njerëz që admirojnë, e pranojnë në terma social. Pavarësisht se ka një vlerësim shumë të ulët, ka ndërtuar një imazh që flet të kundërtën. Ndërsa ai në këtë mjedis të ri, në këtë metropol, ndihet më i huaj, ka gati një ankth social. Ndihet jo aq i rëndësishëm. Dhe ata përgjatë këtyre viteve bashkohen dhe ndahen, herë si çift, herë si ish partner, herë në përpjekje për qenë miq. Po ndahen gjithmonë. Dhe tani janë të ndarë. Jo nga mungesa e dashurisë, por sepse asnjëri nuk ishte i qartë në frikra dhe nevojat që kishte. Çdo ndarje që ndodhte ishte për shkak të heshtjeve të gjata, momenteve të pasqaruara, keq kuptimeve që lindnin dhe prap nuk i flisnin. Lidhja mbetet pa drama. Ata ndahen. Ata nuk e din as pse ishin bashk, as pse u ndanë. Ajo ishte e fyer gjatë gjimnazit. Ajo ndiej pa kuptuar gjatë universitetit. Dhe kur njerëzit ndihen të pa kuptuar, nuk reagojnë njësoj, sepse nevojat e tyre emocionale janë të ndryshme, po dhe sepse mënyra se si e mbrojnë ato është e ndryshme. Secili nga ne sapo i aktivizohet një frikë nga dikur, kërkon siguri apo mbrojtje në mënyrën e vetme që ka mësuar më herët. Domethënë ata e donin njëri tjetrin, por rrallë herë u ndjen të sigurt bashk. Sepse nevojat e tyre emocionale nuk u folën kurrë. Dhe kur nevojat tona nuk fliten, nuk kuptohen nga ne, sa më pak t'ja shpjegojmë partnerit, ose nëse ai nuk ka vesh të dëgjojë apo nuk ka fuqi të kuptoj, reagimi i parë, dhe kjo është hapi i parë. Kjo fakt është hapi i dytë, hapi i parë është ngacmimi i këtyre plagëve dhe frikrave. Është sulmi. Dhe njerëzit sulmojnë në mënyra të ndryshme. Dikush ngre zërin, ulëret më dëgjo. Vazhdon fjalin duke ngritur intonacionin e zërit, duke ashpërsuar zërin, duke e gërsuar vështrimin, duke lëvizur me këmbë me duar. Humbet kontrollin mbi atë që po thot. Këta e vuajnë, këta njerëz e vuajnë humbjen e kontrollit. Ky momenti i sulmit është një moment që i përkthyer do të thotë të lutem më dëgjoj. Jo këtë që po them në këtë momente, po atë që unë ngacmua për te i kësaj që unë po them. Kështu reagon dikush me këtë lloj sulmi. Ka njerëz të tjerë që reagojnë në një formë tjetër, me një sulm më të hidhur. Flasim pak, me ironi, të ftohtë, me një ftohtësi që të dhëmb. Këta njerëz kanë frikë që po e ngritën zërin, po bërtitën, po e ulëritën nevojën e tyre. Janë pa vlerë, sepse dikush u ka mësuar që ata që bërtasin janë njerëz të pamaturuar emocionalisht. Dhe kështu, këta njerëz e mbrojnë veten duke sulmuar në këtë formë. Duke sulmuar me heshtje, me ftohtësi, me një lloj arrogance që si terapiste dua ta them është më pak e shëndetshme se e bërtitura. Sepse ky lloj reagimi të helmon ty si njeri, të helmon deri në qelizën e fundit,
Dhe ky helm ndihet gjithkund. Kushdo që është pranë teje helmohet. Njerëzit që heshtin kanë frikë nga përçmimi. Kanë frikë se si po të ngrenë zërin dikush do i përçmojë. Ndaj dhe këta zhvillojnë një sulm tjetër. Përçmojnë njerëzit që bërtasin. Përçmojnë njerëzit që qajnë, që kërkojnë ndihmë. Dhe këtu konflikti thellohet edhe më shumë. Një reagim tjetër është tërheqja. Dikush sa po e ndjen që konflikti afrohet, tërhiqet. E shmang konfliktin, sepse ka frikë nga ajo që mund të përballë. Ka frikë nga vetja e tij, ka frikë nga tjetri, ka frikë se mos tjetri e zgjon nga përgjumja e të kuptuarit të nevojave të paplotësuara. Dhe kur dikush e shmang konfliktin, ai që e fillon, sepse ka nevojë që t'ulë rast diçka, e percepton braktisje. Dikush hesht dhe shmang se ka frikë nga ekspozimi, nga ballafaqimi, dhe tjetri këtë gjë shikon si braktisje. Dhe këtu konflikti rritet pafund, sepse njeriu, të dy këta njerëz, zhvillojnë skenar pafund në mendjen e tyre, se çfarë mund të thonin, si mund ta thonin, si mund të reagonte tjetri, dhe nëse tjetri do thoshte këtë gjë, unë do i thoja këtë gjë. Dhe është kaq e lodhshme për këta dy njerëz. Reagimi tjetër është qetësimi ose nënshtrimi. Ka dhe momente që ajo pranojnë gjëra që e di që nuk është ashtu. Ajo e di që do lëndohet nëse pranon ato kushte. Por këtë e bën në emër të dashurisë, sepse sidomos në kontekstin shqiptar. Dashuria për gratë duhet të jetë dhimbshme dhe me sakrifica. Sepse ndryshe burrat ikin. Dhe nëse një grua e do familjen dhe do burrin, duhet të durojë. Ky nuk është durim, le t'i vëmë emrin që ka, është nënshtrim. Dhe sa më shumë të nënshtrohet, të dorëzohet, të fyhet, të lëndohet, aq më shumë rriten ndjenjat e fajit. Dhe konflikti në këtë rast, jo vetëm që nuk zgjidhet, por thjesht mbledh pafund material për konfliktin e radhës, i cili do jetë më i egër, do jetë më i shëmtuar, do jetë më i rrëmujshëm, do prodhoj plagë të reja. Dhe nga që deri në këtë moment njerëzit nuk i dhanë zë nevojave të tyre, prodhohen drama pafund. Një keq kuptim i vogël bëhet shkas për një zemërim të madh. Një fjali e vogël të ngacmon në nerv. Dhe pastaj fillojnë sa dramatike je. Vetëm ta ankohesh e ke mendjen. Si e kurr i kënaqur, çfarë do që unë bëj. E këto drama të perceptuara të tilla sërish është një përpjekje për të thënë që të lutem kemi nevojë të flasim. Sepse këta dy njerëz kanë mësuar që vëmendja vjen vetëm nëse ka një lloj intensiteti në komunikim, në fyerje, në zemrim. Ata të dy nuk u zon asnjëherë. Ndoshta ata do ishin bashk nëse do kishin kurajo të konfliktuoheshin, të ziheshin, të sherroseshin. Ata kur nuk e bën. Ajo e zgjidhte me heshtje dhe ai me një lloj nënshtrimi, sepse ajo ishte intelektuale, nga familje intelektuale, ai nga familje punëtore, kështu që duhet të mbronte veten të mos sillej si njëri i pagdhëndur. Ky çift, pavarësisht dashurisë, e humbën njëri tjetrin pikërisht për shkak të mungesës së konflikteve. Ndërkohë, unë do doja që ti të mendoje aty në timon, ose në shtëpi, kudo të jesh, ose në zyrë,
Kur fillon një konflikt, ti çfarë bën? Sulmon, që të mos ndihesh fëmijë i vogël? Tërhiqesh, për të mos lejuar askënd të të lëndoj? Pranon dhe nënshtrohesh? Se ndoshta kjo është e vetmja formë që ti di që njerëzit nuk të lënë. Sepse mënyra se si ti dhe unë reagojmë në një konflikt nuk flet për karakterin që ne kemi, por për nevojat tona që ende nuk kanë marrë një përgjigje dhe një trajtim të merituar. Hajde, unë mendoj që Amy Winehouse është e përshtatshme në këto momente. Vazhdojmë, jemi në Paper Radio. Është emisioni Fije Jeta. Po flasim për konfliktin, arsyet dhe rëndësinë e tij. Ka konflikte që shpërthejnë, janë aty në atë moment dhe mbyllen, po aty jeta vazhdon, askush nuk është i lënduar dhe harrojnë këtë gjë. Këto janë konfliktet e shëndetshme. Sepse ndonjëherë ngre zërin pa pasur asgjë me tjetrin përballë, po me një gjë që të është shkaktuar nga dikush tjetër jashtë kësaj marrëdhënie. Dhe tjetri është mjaftueshëm i shëndetshëm për të kuptuar që ky zemrim nuk ka të bëjë me të, po thjesht të ndihmon të shkarkosh. Por ka të tjera që rikthehen gjithmonë, edhe kur duket sikur gjithçka është thënë dhe është rithënë. Këto janë ato konflikte ku thjesht e hapin plagën dhe nuk e lejojnë që të zërkore. Ke parasysh historinë e asaj dhe të atij që lexova, që kthehen vazhdimisht tek njëri tjetri, jo sepse nuk ndahen dot, por sepse lidhja e tyre ka një gjë që i mban bashk, por ka dhe diçka që i ndan. Ata ndjejnë për njëri tjetrin, por ata nuk ndjehen të sigurt me njëri tjetrin. Kështu që konfliktet që ripërsëriten, kthehen herë më agresive, herë më të forta, herë më të hidhura, janë ato konflikte ku nevoja kryesore, që ai që e nis konfliktin apo dhe ai që e mban konfliktin, është nevoja për siguri. Të ndihet të flas pa pasur frikë që do refuzohet, të ulëras pa pasur frikë që do duket i papjekur. Kjo është nevoja për siguri. Çfarë do gabimi që do bëhet, do kuptohet, do pranohet, do falet. Diçka tjetër është nevoja për të ndier i dashur edhe kur je defektoz. Shpesh herë bëjmë vërtet përpjekje që t'i përshtatemi të tjerëve, që t'jemi të pëlqyeshëm jo vetëm për sytë e atij ose asaj që duam, por dhe të rrethit të tij apo të saj shoqëror. Dhe kjo është shumë e lodhshme. Shumë e lodhshme sepse e sigurt është që jo të gjithë do të pëlqejnë. Dhe çdo përpjekje që ti bën për të qenë i pëlqyer apo për të pasur një status caktuar social, vjen nga një nevojë që lidhet me sa i vlefshëm, sa i pranuar, sa i rëndësishëm ke qenë ti dikur në familjen apo në komunitetin që ke jetuar. Si e ke parë veten? Dhe nëse ke parë veten të përjashtuar ose të vetë përjashtuar, kjo nevojë që të jesh i pëlqyer, i duar trokitur, të kthehet në një performancë të vazhdueshme sociale që të bëhet aq e lodhshme, sa po ti heq këtë maskë dhe këtë rol që ti ke marrë përsipër, je gati për sherr. Dhe sherri nuk ka të bëjë me atë që po diskutohet në atë moment, por ka të bëjë me lodhjen tënde. Edhe sepse edhe në familje dhe me njerëzit që na duan, na kanë mësuar shumë herët që duhet të jemi të
pa të meta, pa cene. Duhet plotësojmë gjithmonë pritshmëritë e tjerëve. E vërteta është që nuk ka nevojë të plotësosh pritshmëritë askujt. Ti je ai që je. Me defektet që ke, me problemet që ke, me dështimet që ke në jetë, me gabimet që ke bërë. Dhe kjo është pasuria jote. Nëse dikush përpiqet të fshi ato me gomë, të korrigjoj si një mësuese e klasës parë ku bëje grepat, apo gërmën A. Kam frikë që kjo marrëdhënie do të lëndoj më shumë. Një nevojë tjetër është një nevojë për të pasur një marrëdhënie të vazhdueshme, të qëndrueshme. Sepse edhe kur debatojmë, edhe kur zihemi, kjo marrëdhënie është aktive, ka ngjyra, nuk është e vdekur. Dhe për disa njerëz heshtja është një lloj pasigurie, është kërcënim. Ndërsa sherri, konflikti, çdo gjë mund të jetë përveç se pa ngjyra. Dhe po, ka disa njerëz që vetëm kështu garantojnë që marrëdhënia është aty. Qetësia i tremb. Një nevojë tjetër shumë e rëndësishme është nevoja për identitet. Shpeshherë kur përfshihemi në konflikte, kemi nevojë për një identitet personal. Atë që na është mohuar përgjatë gjithë rritjes, atë që janë përpjekur të na japin, të na mësojnë se si duhet jemi përgjatë gjithë kohës. Dhe ndonjëherë nuk ulërasim, bërtasim, sepse kemi vërtet diçka që na acaron në atë moment, se sa bërtasim dhe ulërasim për faktin që ti përpiqesh të mos më pranosh dhe të më ndryshosh. Dhe kjo është mënyra ime që unë gjej, që ti të më dëgjosh, duke bërtitur. Në konflikte zakonisht sipas studiuesve ka një trekëndësh. Ka 3 role. Sulmuesi, viktima dhe shpëtimtari. Sulmuesi është ai që mendon që ka gjithmonë të drejtë. Kritikon, akuzon, ironizon, e dominon bisedën. Duket sikur shpesh herë flet në emër të së vërtetës, të vërtetës që ajo percepton, po jo të vërtetës universale. Frikrat e këtij njeriu, që është sulmuesi, ka frikë të perceptohet si i dobët, ka frikë të humbas kontrollin, dhe ka një lloj turpi që e ka përndjekur gjatë gjithë jetës, të cilin e kthen në një zemërim, dhe këtë zemërim duke sulmuar partneren. Roli i dytë është roli i viktimës. Është njeriu që është mësuar të struket, të qaj, të vuaj pa drejtsin, ta shikoj veten të pafuqishme, ankohet pa kufi ose hesht, ankohet që ndihet e keq kuptuar ose i keq kuptuar, e pa mbrojtur, nuk ka fuqi të vendos të vër kufi të shëndetshëm në këtë marrëdhënie. Dhe shpeshherë dorëzohet duke thënë s'kam ç'a të bëj. Ky ishte fati im. Tek ky njeri frikrat kryesore janë frika nga refuzimi dhe frika se mos e humbet. Atë që e sheh si dashuri, pavarësisht me çfarë ngjyrash dhe me çfarë formash vjen kjo dashuri. Dhe roli shpëtimtarit, pra nëse për rolin e sulmuesit po të shkoj me stereotipit tipike, është ai, dhe me rolin e viktimës është ajo, rolin e shpëtimtarit zakonisht e marrin mamat, ose kunatat, ose kunetërit. Janë ata që ndërhyjnë pa e kërkuar ndihmën, vuajnë një barrë emocionale që nuk u takon as pak, përpiqen të amortizojnë konfliktin, të qetësojnë, të justifikojnë, të shmankin përplasjet. Ta njerëz e kanë shumë të rëndësishme ndjen të vlefshëm. Çështja është që askush nga ne nuk ka fiks një rol. Pra, ti mund të jesh sulmuesi në disa rrethana, viktima në disa rrethana dhe shpëtimtari në disa rrethana.
se cili nga ne e njeh veten në këto tre pozicione dhe e përdor sipas natyrës së konfliktit dhe sipas nevojës ose nevojave tona të paplotësuara dikur. Këto janë të vërtetat e konfliktit, secili nga ne merr nga një rol të tillë. Unë mendoj që tani është koha për një Coldplay. Për ty që je në makinë, për ty që je në shtëpi, për ty që je në zyrë, jemi duke folur për konfliktin. Në fakt, janë minutat e fundit e emisionit edhe në këto minuta do duhet të flisja për atë kategori njerëzish që nuk din të konfliktohen, ose më sakt, din, por me heshtje, me hidhësi, me distancë. Sepse disa njerëz bërtasin, ulërasin, kërkojnë ndihmë, disa të tjerë heshtin. Jo sepse nuk kanë nevojë, jo sepse janë më të pjekur emocionalisht, por sepse konflikti për ta shihet si një rrezik, jo si mundësi. Sepse ka disa njerëz që janë rritur në midis aq konfliktuale sa në çdo rast që është ngritur zëri apo dikush ka kërkuar të dëgjohet, ka sjellë ndëshkim, braktisje, tallje. Është pasuar nga një trajtim me heshtje të gjatë, me javë, me muaj. Dhe ti e ke parasysh të familje ku me muaj nuk kanë folur me njëri tjetrin. Çfarë tensioni dhe ankthi ka shoqëruar zgjimin e tyre, ditën e tyre, gjumin e tyre. Nuk ka gjë më të hidhur dhe më ankthpruese se sa heshtje. Kështu tek ta njerëz konflikti nuk shfaqet, jo sepse nuk ekziston, por sepse shtypet që në nisje. Këta njerëz janë mësuar që çdo kërkesë e tyre është barr për tjetrin. Se pak kënaqësia është egoizëm, se të kërkosh është e gabuar. Tek këta njerëz çdo nevojë që ngacmohet nuk duhet të trajtohet, thjesht duhet të zhduket. Sepse nëse guxon, ky njeri fillon dhe fajson veten. Fajson veten që prishi gjakun e dikujt, që prishi terezinë e marrëdhënies. Kështu që këta janë njerëzit që e zhdukin veten në emër të marrëdhënies. E shohin veten dhe si ruajtës të paqes, duken të arsyeshmit, të ekuilibruarit. Jo se e kanë zgjedhur si rol, por sepse këtë rol u është caktuar që fëmijë. Sepse ndihen përgjegjës për qetësinë tënde, për qetësinë e familjes. Këta janë njerëzit që kanë shumë pak kontakt me zemërimin e tyre, me lëndimet e tyre. Sepse nuk kanë pasur kur as leje, as mundësi ta ndjejnë këtë. Sigurisht për fat keq këta njerëz bëhen të frikshëm në një marrëdhënie. Të frikshëm në kuptimin e faktit që ti nuk flet dot me ta. Është e pamundur të flasësh me ta sepse ata të injorojnë. Ata zemërimi më të madh, plagën më të madhe, shikojnë si një gjë që është okay, do rregullohet. Me një akullsi që të helmon edhe më shumë. Këta njerëz vuajnë, janë ata që vuajnë më shumë fizikisht. Lodhen nga çdo gjë, lodhen nga vetja, lodhen nga marrëdhënia, lodhen nga fëmijët, lodhen nga puna, lodhen nga darkat. Ju dhëm trupi, janë të ftohtë emocionalisht, janë të heshtur. Ata kanë një problem lidhje me imazhin. Ata besojnë që nëse ti bërtet, ti ulëret, ti kërkon, ti papjekur, ti pagdhëndur, ti nuk je pjesë e një shoqërie aristokrate apo inteligjente, intelektuale. Dhe më vjen keq të them, po ta kanë mësuar gabim.
Sepse kjo që ti bën, të bën më të vetmuar. Ndoshta tani në fund, ajo që dua të them nuk është konflikti që duhet zhdukur. Ndoshta konflikti është një nga format që ne i ruajmë marrëdhëniet që kemi. Ndoshta sepse nuk di mënyra tjera. Ata që ngrenë zërin nuk jo domosdoshmërisht kanë probleme me karakteriale. Por është thjesht një mënyrë që e vetmja mënyrë që din për të komunikuar diçka. Askush nga ne nuk lind duke e ditur se si të kërkoj marrëdhënie, siguri, qetësi, pranim. I mësojmë rrugës. Dhe varet se si na e kanë mësuar rrugës. Atë gjuhë na kanë mësuar, atë gjuhë përdorim. Kjo nuk do të thotë që ti, unë, të mbetemi viktime në thonjzat e historisë sonë, sepse të dy ne kemi mundësi të rritem dhe të ndryshojmë. Kërkon pak kohë, të ulesh, të ndalesh, të kuptosh atë që të dhëmb, pse të dhëmb, dhe si mund ta shërosh. Kjo është dhurata më e madhe që ti mund të bësh vetes dhe marrëdhënies. Nga emisioni Fije Jete, natën e mirë.